Tradita, historia dhe shihet e Mokrës u bashkuan në edicionin e 7 të Mokra në Fest, zhvilluar pranë Urës së Gurit në Golik. Festa mblodhi banor të zonës, vizitor dhe emigrant të kthyer në vendlindje, panairi artizanal dhe gatimet tradicionale, sollën në vëmendje produktet e zonës, mes tyre kulaçin në saç, lakrorin, djathin dhe gjalpin, të përgatitura sipas traditës së trashëguar ndër breza. Ka kulaçin, ka lakrorin me dy peta, me hithra, me fresh, me sipas dëshirave të klientëve. Mokra ka çdo gjë të mirë. Ka natyrën, ka mishin, ka djathin, gjalpin, ka çdo gjë. Pjesë e festës ishin edhe mjete të vjetra të përdorura dikur në familjet mokrare, mes tyre një mulli guri për bluarin e grurit, që sipas banorëve është ruajtur ndër breza dhe daton prej qindra vitesh. Kati devon emri prej këtyre dy gurëve, Mokër. Ai që ka prodhuar këtë mjet ka qenë nga kjo zonë këtë dhe e ka quajtur Mokër dhe fshati ka marrë emrin e kësaj. Të kanë gjetur elmas, të gjithë jeni të gjetur. Mokra në Fest shërbeu edhe si një pikë takim për mokrarët e ardhur nga vende të ndryshme të botës, duke bashkuar komunitetin rreth traditave të përbashkëta. Na bles pa dallim partijake, pa dallime mënyre të menduarit të fesë të tjera. Ne jemi mokrarë. Zemrat bëhet mal, është kënaqësi që të takosh nga të gjitha fshatrat kanë ardhur që nga Delvina, njerëz nga Mokra që kanë ikur dhe kanë ardhur sot këtu. Kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli, vlerësoi rëndësinë e zhvillimit të zonës dhe foli për investimet e kryera dhe projektet e parashikuara për përmirësimin e infrastrukturës. Kam dëshirë që edhe Mokra të zhvillohet ashtu si zonat e tjera. Në zonën e Propishit kemi bërë disa investime të rëndësishme, pritet të bëhen dhe 2-3 investime. Programi artistik me këngë, valle dhe ansamble folklorike, së bashku me aktivitetet sportive në Shkumbin, plotësuan atmosferën e edicionit të 7 të Mokra në Fest.